Përshëndetje miq, jemi sot në Black-onomy podcast me një sipërmarrëse të ftuar. Ajo nuk është e nominuar këtë vit në Fountain and Fortive, por ka qenë 2 vite më përpara. Vjen në industrinë e shërbimeve, ka 2 biznese në Shqipëri. Unë e quaj industria të pastrës. Profili i saj lidhet shumë me ekonominë. Mund ta keni parë shumë shpesh jo në media, po edhe në social media. Ajo është Blerina Gjuriçi, është sipërmarrëse dhe themeluese e Deborah's Cleaning. Bler, faleminderit që erdhe sot në podcast dhe që ke qenë vazhdimisht në çdo iniciativë të Black-onomy. Unë të falenderoj shumë për ftesën. Në fakt nuk e kam mend të shkëputem, kështu që uroj një jetë gjatësi për të dy palët, edhe për mua dhe për ju. Edhe bashkëpunime më të frytshme. Po, në ta më të mbarë, me qënë se është hera një vit i mbarë, dhe jetë dhe shëndet, unë e kam ndryshuar. Të kemi jetën dhe shëndetin, pasaj tjerët janë. Është shumë e vërteta. Bler, unë e njoh historikun tënd, di kur e ke filluar ti, si e ke filluar ti. Ti je diplomuar për financë bank apo jo? Në vitin 2000? Në vitin 2008. Ndërkohë jam dhe në doktoraturë, në po të njëjtin profil. Tani, si lidhet ekonomia me Deborah's Cleaning? Unë mund të them që ka vetëm një lidhje në fakt ekonomia, duke qenë që të gjitha çështjet ekonomike unë akoma merrem vetë me to. Domethënë jam në kushte që nuk kam krijuar akoma një besim t'ia jap një financier tjetër, ndërsa te pjesa tjetër mund të them që pastrimi lidhet më shumë me pjesën time personale, private, dhe aty ishte ajo ideja fillestare. Duke qenë që ekonomia është gjëra kryesore që sillet jeta jon, mund të them që tani nëse do më pyes dikush u them pastrimi kryesore që sillet jeta e grave. Gjithmonë në fakt e kam pasur patjetër që të bëj diçka personale, mirë, po duke qenë që ishin të gjitha ndoshta fushat të zonat e zauruara, në momentin që unë u bëra me fëmijën e dytë, unë e shifja që ishte shumë e vështirë menaxhimi të gjitha punët të shtëpisë, dreka, puna që isha në kohë, punë finance. Edhe për herë në fakt duhet ta them, për herë kjo gjëja mos bëni të gjitha gjërat në kohë, ashtu siç duam ne gratë, ishte një shkak zënkë në familje. Mirë, po unë jam një familje veriore dhe e martuar në një familje veriore dhe për ne ishte tabu që të merri një grua që të ndihmonte nusën e shtëpisë. Dhe duke menduar thash vetëm ne i zgjidhim hallet dhe problemet tona. Mund të them që ka qenë ajo direktiva e parë, ka qenë nga personalja që unë të hap një gjë për pastrimin. Dhe kur ka ndodhur kjo bler, në çfarë viti vendose të hapësh në 2021, fiks do bëjmë vizite para pandemisë. Po pak mbrapa pandemisë, ndoshta edhe ajo pjesa e pandemisë ka ndikuar që duhet patjetër që të dalim në diçka ato muaj që ngelem pa punë, që ishin në financë. Domethënë ndoshta edhe ajo ka qenë një shtys që unë të bëj diçka personale. Çfarë bëje ti profesionalisht para 2021-shit? Unë kam qenë shefe finance në një kompani private. Disa vite kam punuar në shtet. Nëse mund të themi, edhe atje kam punuar. Domethënë ndoshta 12 vite kam eksperiencë në financë. Pastaj nga financa dolët pjesa sipërmarrjes. Deborah's Cleaning nisi si kompani pastrimi apo nisi si një pikë për pastrimin? Domethënë apo u rrit gjatë rrugës? U rrit gjatë rrugës, sepse e pash që kur isha unë në kushtet e mia, kishte shumë gra atje jashtë, të cilat kishin nevojë, donin karrierën, por e kishin të pamundur që të mbulonin të gjitha, edhe shtëpinë, edhe fëmijët, edhe karrierë. Dhe mendoj që nga një nisë personale imja, ajo bën në ndihmë të një komuniteti të madh siç jemi ne gratë. Dhe mendoj që është rritur rrugës sepse e kam nisur me dy gra. Ndërkohë sot mund të them që kemi 2 grupe pune funksionale, kemi edhe terren, operojmë edhe nëpër kantiere, pastrim kantieresh, terrene. Domethënë mund të them që jemi zgjeruar në një mënyrë të ngadalë dhe organike, por shumë organike dhe shumë persistent, e qëndrueshme. Nga 2021 deri tani, domethënë nisi si një biznes i cili do i shërbente bizneseve të tjera apo edhe klientët fundor, por këtë doshë donte të kishte një ndihmë tjetër ekstra në shtëpi apo edhe në biznes? Në fillim në fakt unë nis më shumë si një ndihmë personale. Më shumë domethënë ishim me klient të përveçëm. Nuk mund të them që në funksion të bizneseve të tjera, por në momentin që futesh në një treg në të cilin nuk e pasur asnjë lloj njohurie, nuk e di, edhe vetë je pa përgatitur se çfarë do të dalë përpara. Dhe koha pastaj fillon duke i seleksionuar. Do bësh në funksion të klientave të përveçëm apo do zgjerohesh që të bësh edhe nëpër kompani. Mund të them që kemi kontrata shumë të suksesshme me kompani të cilat operojmë nëpër zyra, me kompani ndërtimi. Mund të them që kemi arritur në një pikë
e cila mund të quhet e suksesshme. Po, në këto 5 vite Bleri, ke të ndonjë klienti jo? Në fillim, duke qenë kemi studiuar edhe për ekonomik dhe për herë gjithmonë ka qenë që klienti përpara, por në fakt ka disa klientë të cilët janë shumë të bezdishëm dhe unë i kam diferencuar. 90 janë pozitiv dhe 10% që ndoshta nuk e dinë edhe vetë se çfarë po kërkojnë nga një kompani. Mirëpo mund të them që ka qenë fundi ndoshta kur ne kemi thënë një klienti jo. Deri këtu është e drejta juaj, pastaj vazhdon e drejta jonë, sepse në Shqipëri në fakt është shumë problem edhe me klientët, edhe me shërbimin, duke qenë që është një shërbimi i pastrimit nuk ka asnjëherë një fundore. Po. Gjithmonë do gjendet një hapësirë. Sa metër madhës është e vështirë? Nuk është një ndërtim, nuk ke 1 metër. Domethënë pastrimi nuk mund të them që mund bëhet 120%, por mund bëhet 90%. Dhe këtu domethënë është ajo divergjenca që ne kemi me klientët. Megjithatë, unë kam edhe punëtorë të trajnuar që sido që të jetë puna, klienti ka të drejtë gjithmonë. Dhe prioriteti jonë ka qenë gjithmonë klienti. Dhe mund të them që kemi pasur ndoshta te 90 që për herë them unë, 90% klientëve i kemi të kënaqur dhe të gjithmonë do ketë të tilla. Më është e vështirë ti menaxhosh 100% të gjithë sipërmarrja është e vështirë. Nuk është se ndodh gjithmonë se mund të jetë, nëse mund ta themi, faji një restorant apo i faji tjetër, ndonjëherë është momenti i gabuar për të dyja palët për të nisur bashkëpunim me njëra tjetra. Ti edhe një nën e 2 fëmijë të mrekullueshëm. Ke pasur ti mbështetje në këtë rrugtimin tënd apo është vetëm Blerina ajo që Jo, unë mendoj që asnjëherë nuk e bëjmë dot diçka vetëm. Mund të them që kam pasur mbështetje nga bashkëshorti im, që është absolutisht një mbështetje, por që ai është pas kuintave, nuk ka dëshirë që të ta ekspozohet. Po, pavarësisht se thot për çdo gjë thot pyetini shefin, sepse ajo është pjesa e kësaj. Gjithashtu edhe fëmijët, pavarësisht se janë moshë vogël, jam munduar që gjithmonë në momentin që unë nuk kam qenë në shtëpi, t'u them që duhet patjetër që shkojnë punë dhe ju kur të rriteni, do mundohem që të injektoj tek ata edukatin e punës, që nëse mami nuk është mbasdite në shtëpi, do thotë që mami është në punë dhe po bëm diçka në të mirën e të gjithë familjes. Gjithashtu një ndihmë kam pasur dhe nga vëllezërit dhe nga mami im, duke qenë që unë kam edhe një biznes të dytë që është pastrim kimik lavanderi, edhe mund të them që mamin si e pa punë, e kam lënë basditeve që të merret e pa punë, e punësor tek e bija, e pa punë, pa pagesë. Dhe kjo e të mos paguarit të femrave, domethënë të duket sikur është detyra e tyre që të jenë aty sepse janë familjar, kemi a priori prindrit, ne i marrin të mirëqenë edhe ti ke për ta bërë këtë gjë, pavarësisht pastaj se çfarë kam. Si e mati suksesin tënd në këto vite? E mat me numër kontratash, e mat me cilësi kontratash, e mat me cilësi punimi, e mat me qëndrueshmëri njerëzish? Duke qenë që është një kompani shërbimi, unë mendoj që kryesorja është qëndrueshmëria. Si në operimin me kontrata, si në qëndrueshmërinë e burimeve njerëzore, të gjitha tregojnë që ti ke pasur sukses. Megjithatë për mua nuk është shumë e rëndësishme hyrja dhe dalja e monetare, por shumë e rëndësishme është pjesa që ti t'jesh i qëndrueshëm dhe t'jesh besnik, marka jote të jetë besnike ndaj klientit. Për mua ky është një sukses. Dhe në momentin që unë të kam dhënë një shërbim ty si Blerin, ti thuash po, unë do të të sugjeroj dikë. Për mua ky është një sukses. Për mua ky është një suksesi që nuk kompensohet me. Ke ti njerëz që të kanë sugjeruar në rrjetin tënd? Unë mendoj që nuk e di, ndoshta pjesa që kemi mbaruar ekonomike dhe ne jemi te pjesa e korrekcisë shumë, mund të them që shumica e klientëve më kanë sugjeruar por Blerinën. Pavarësisht se ta thash, pastrimi është një fushë shumë e gjerë, të cilën për herë mund të ketë një gap që mund të lërë ndoshta një shije jo 100%, sepse nuk është financë. Është një gjë që ka shumë, por mund të ketë edhe jo shumë. Dhe për herë ata kanë sugjeruar që duhet patjetër që ta marrësh Blerinën sepse është ajo që ka kompaninë është shumë korrekte. Është e vërtetë. Dhe të njëjtën gjë jam munduar që ta injektoj tek punonjësit e mi që nëse ju do jeni korrekt edhe nëse nuk do jepni shërbimin 100%, sepse varet, domethënë do patjetër korrektësia, të jeni on time, të bëni marrëdhëniet me klientin, ta dini që ju keni shkuar në thojza në shtëpinë atij, keni shkuar te objekti, kështu që duhet rini si punëtor, sepse në fakt mendoj që bizneset shqiptare po vuajnë nga edukata
nga edukata. Si e shërbimi e të ofruar të shërbimi dhe komunikimi. Ti e the që kanë sugjeruar Blerinën dhe unë do doja të ndaloja pak te kjo. Ti e duke punuar shumë me brandin tënd personal. Po, në të mundohemi. Kudo shohim Blerinën tani, e shohim Blerinën në biznes, e shohim Blerinën në politik. Edhe një mjeku im dikur më ka thënë që është një fije e hollë që ndan ekonominë nga politika. I përzihen ti këto të dyja me njëra tjetrën? Në fakt deri tani nuk i kam përzier. Jam munduar që t'i le të dyja sepse në momentin që përzihet sipërmarrja me politikë, mendoj që pastaj do bëhesh i pabesueshëm në politikë. Nëse ti ke hyrë asaj fushet politikës. Kështu që mendoj që atë fijen e hollë është zgjuarësi ai që mundohet që ta mbaj atë fijen e hollë që mos të shkëputet. Unë mundon që mos të përzihen. Dhe në fakt deri tani ja kam arritur me sukses që mos t'i përzijej ato të dyja. Le të kemi ty pjesët e Entrepreneur Clubit. Edhe ti njeh sipërmarrësit aty. Ke ndonjë sipërmarrës që ke dashur që të bashkëpunosh me to, po s'ka ardhur momenti i dur për të thënë që shiko, unë dua të bashkëpunoj me Blerinën apo dua të bashkëpunoj me dikë tjetër. Po s'ka ardhur emociat të unë mendoj që ne kemi sipërmarrës që kanë pjesën e hotelerisë dhe jam munduar, kam hedhur në ato takimet tona, kam hedhur një gurë, kam një lavanderi. Megjithatë mund të them që jam ndër sipërmarrëse që edhe nuk shty, por edhe marketing jam i kjo, duke qenë fakt që është koha e marketingut, nuk e kuptoj pse jam kaq shëntillur. Ne kupton se përgat fjalë, kështu që të ta kemi para kuptuar. Edhe ai që bëhet personi. Ti je një gurë që mbështet shumë gra të tjera. Edhe kam bërë të paktën në çdo takim ti je pro, mundohesh të japësh një dorë edhe vajzave të tjera. Ke pasur ti një mentore të tundër femër në këtë rrugtim apo thjesht ti bie natyrshëm dhe do që ti shohësh mirë? E kam menduar në fakt, se nga më vjen kjo fuqi e brendshme që mundohem, sepse e filloj që me punëtoret që kam, mundohem që t'jem një model për ato gratë të cilat po punojnë. Ju mundon t'ju jap këshilla edhe në pjesën e marrëdhënieve të tyre me bashkëshortët, me vjerrat, mundon që t'jem pozitive te kjo gjë. Në fakt tani që e mendoj që nëna ime ka qenë një model. Pavarësisht se unë jam rritur në një vend verior dhe rritur me 2 vëllezër, kemi qenë të mbyllur. Ndoshta ajo etja për të ecur përpara ndoshta na ka bërë që jemi rritur me modele përreth, pavarësisht se në kohën që kemi qenë nuk e kemi kuptuar që ato po na shtyjnë, pa vetdije por po na shtyjnë që ti kemi modele. Po, është vërtet. Modele që ne nuk e kemi kuptuar. Nuk e kemi kuptuar vetëm momentin që rritesh, bëhesh mama dhe fillon i hap vet ato të gjitha dyert, në moment që ti i hap vet e kupton që me vërtet je rritur me modele rreth e rrotull. Bler, ku do të çosh ti Deborës Klinin 5 vjet të ardhshme? Ke ndonjë ide të qartë? Unë kam në fakt, kam një plan biznesi në afat gjatë, po filloj edhe në brandin tjetër ndërkombëtar, kam filluar pak në Angli, në UK, kam hedhur ndoshta ato piketat e para dhe mendoj që do ishte gjë e mirë që ta operonim edhe në pjesën e atje shi brand ndërkombëtar. Po shkon me një partner lokal apo do ta nisësh fort? Jo, dua ta nis ashtu siç e kam nisur në Shqipëri, duke qenë që eksperienca e sipërmarrësve të cilët unë kam takuar të punosh jashtë ka më shumë meritokraci se sa në Shqipëri. Dhe unë them, ne që kemi pasur sukses në Shqipëri, mendoj që jashtë ndoshta mund ta kemi dhe shumë. Është vërtet dhe shumë të lehtë rrugën. E dëgjoj shpesh këtë nga kushdo që jeton jashtë, thotë që nëse mbijeton në Shqipëri, e sigurisht do mbijetosh në çdo vend tjetër të. Unë në takimin e fundit që isha, njerëzit e mi, kam njerëz të fisit tim, të cilët kanë qenë të suksesshëm, goxha të suksesshëm. Dhe tek ata ndoshta mund të them që i pash si mentor se çfarë mund. Edhe nëse ti ke pasur sukses në Shqipëri, në Angli është shumë më e lehtë. Biles ata doja ti tërhiqja që din të investojnë këtu edhe janë shkëputur. Janë shkëputur dhe më thanë jemi të pasigurt, nuk është një ambient i sigurt që ne të vim të ilësojmë. Vërtet se jam mësuar me gjëra rregulla të shkruar. Është meritokracia, ne rregullat pa shkruar edhe ne sikur na kanë hedhur nga avioni që mbijetati ku jesh në rregull. Është vërtet. Bler, ti në 18 vjeçë mendoje që do arrijë këtu ku je sot? Unë në 18 vjeç unë kam pasur një luftë me familjen time një herë që të shkoj në fakultet, sepse e thash edhe në fillim të intervistës, jam rritur në një vend verior dhe në një familje, në fakt ndoshta jo që familja ime e vogël ishin fanatik, por ndoshta ambienti përreth ishte shumë i mbyllur.
Dhe në vitet tona bëj fjalë nëse ne do mbaronin fakultetin apo jo. Megjithëse nuk e harroj, babai im ka qenë krah i djathtë për mua, megjithatë jetonte në një ambient i cili ishte shumë e pamundur që të dilje mbi mbi atë shoqëri tabu, mund të them. Edhe po studioja për fakultet, më thoshte mua, ti tha i ke peshin lumë, tha edhe ti ganin zjarr. Megjithatë, me këmbguljen time, normalisht edhe me suportin e atyre dhe të vëllezërve, sidomos, arrita të mbaroj fakultetin, të bëhem një sipërmarrëse deri diku e suksesshme, ndërkohë tani po mbyll doktoraturë, që për ne është një... Po si e menaxhon gjithë të kohën, domethënë edhe nën, edhe Deborah Klinin, edhe politika, edhe media, edhe studimi, domethënë janë shumë... Edhe fëmijët, se kam shumë të fiksuar edhe pjesën e gjëra në të njëjtën kohë. Mendoj që ne gratë e gjejmë mundësinë, jo vetëm gratë, të gjithë në momentin që duan që të arrijnë diçka, mjafton mos të gjejnë justifikimin. Mundësia gjendet për gjithçka. Dhe në momentin që ti nuk ke mundësi, për shembull, të takosh dikë, do të jesh aq korrekte që ta ti tregosh të vërtetën. Që nuk e bëj dot këtë gjë sepse kam një gjë për momentin më prioritet. Jo të rish duke i postpon gjërat ose ti shtysh ose diçka për një moment. Dhe nuk është, ndoshta është një shprehje e Marilyn Monroe që unë për herë, nëse ti jep këpucet e dhura një gruaje, ajo do pushtoj botën. Dhe për ne gratë është një shprehje shumë. Është e vërtet, dhe e pak po e sigurt, ti je gjithmonë në këpucet e dhura dhe në këpuca me takte larta. Që i kam pas për herë kështu, po si mojsi, po nuk do i heq. Është shumë e vërtet. Duhet të ndash një mesazh me gratë të tjera që ndoshta ndodhen në të njëjtën fazë të jetës tënde, brenda një familje, po akoma nuk e kanë marrë guximin, shiko, të bëj diçka me jetën time profesionale, si akademi apo dhe biznes apo diçka tjetër. Domethënë çfarë mesazhi do jepi aty fillestonjave që janë aty jashtë? Mendoj që nëse ne ja vëmë vetës si qëllim, nuk kemi asnjë gjë që nuk e arrijmë. Duke qenë që nuk mund të them të njëjtën gjë për vendet e vogla, sepse vendet e vogla ndoshta mundësitë i kanë shumë më të limituara se sa Tirana. Tirana ka shumë mundësi dhe mjafton që ne të vëmë qëllime vetës dhe mos të dorëzohemi asnjëherë. Unë në vitet e para të sipërmarrjes time lodhesha, isha shumë e lodhur dhe ndoshta shumë herë darkë kam thënë që nesër unë do e mbyll. Mirë po, mjafton të gjumi natës dhe nesër ishte një ditë e re, besoj që vetëm mos dorëzoni asnjëherë sepse ëndrat gjithmonë janë të realizueshme. Mjaftoj të vesh qëllim vetës. E fundit, ti e the pak më përpara që je një vajzë veriore, je rritur në veri dhe ka qenë e vështirë që ti, domethënë vendimi i vështirë që familja jonë të ndiqen studimet. Je shumë e suksesshme në atë që ti bën aktualisht dhe kohë shumë të zënë në të njëjtën kohë. Si e shikon ti veten tënde në majën e piramidës? Domethënë do vi një moment i caktuar që ti do jesh në atë prag pensionin, nëse mund ta themi, edhe si e mendon veten, çfarë do jesh duke bërë ti aty? Në fakt, unë mendoj që të dal në pension e kënaqur me bashkëshortin tim. Do të kem rritur 2 fëmijë të mirë, 2 qytetarë të mirë. Mirë, jo të suksesshëm, të mirë. Të mirë. Nëse ne jemi qytetarë të mirë, a diskutojmë që jemi të suksesshëm, sepse suksesi varet se çfarë kërkon ti nga vetja jote. Dhe unë dua të them që maja e piramidës për një njeri është që të ndjehet i lumtur me atë çfarë bën. Dhe mos të dëmtoj lirinë askujt. Nëse ne nuk hym tek liria askujt, mendoj që kemi arritur qëllimet e jetës tonë. Faleminderit shumë, faleminderit sot. Faleminderit kënaqësi. Ju shikonim të anë të tënden komplet ndryshe nga ai që shohim shpesh. E shijova shumë sa që më duk sikur 5 minuta. Po, edhe ne e shijuam shumë. Faleminderit dhe ju miq që na ndoshët. Bashkë do shihemi të mërkurën e ardhshëm në orën 20:00 në Blokonomi në YouTube. Shumë faleminderit. Natën e mirë.